Arbana Osmani sot feston ditëlindjen bashkë me bashkëshortin. Sot është një ditë e veçantë për çiftin e njohur të ekranit shqiptar Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj, të cilët ndajnë të njëjtën datë lindje. Moderatorja e njohur për publikun dhe regjisori talentuar festojnë sot ditëlindjen e tyre, një rast që padyshim e bën këtë ditë edhe më të veçantë për ta. Një lidhje e fortë mes tyre, e cila ka qëndruar në jetë për shumë vite, festohet me entuziazëm dhe dashuri. Çifti ka ndarë me publikun jo vetëm sukseset e tyre profesionale, por edhe momentet më të ëndra të jetës private. Arbana si një figurë e shquar në televizion dhe Eduardi me kontributet e tij në regji kanë krijuar një pasuri kulturore të veçantë për vendin. Ndonse janë përballur me sfida, ata kanë mbajtur një balans të shkëlqyer mes karrierës dhe familjes. Arbana dhe Eduardi shpenzojnë shumë kohë me fëmijët e tyre, duke i mësuar ata që të jenë të suksesshëm dhe të durueshëm. Ata janë shembull i shkëlqyer për ata që besojnë se dashuria dhe angazhimi janë çelësin e jetës të lumtur. Kjo është një prej arsyeve pse publiku i do kaq shumë. Ata shfaqin një anë njerëzore dhe të afërt që është ndërlidhur me çdo njeri. Në këtë ditë, fancat e çiftit kanë shpërndarë shumë mesazhe urimi në rrjetet sociale duke shprehur admirimin e tyre për ta. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.